Kur i shef se musliman se po flejnë, e shef këtë Ensariun duke bo namaz, ke Allahu Akbar, edhe rune dhe bë namaz. Edhe merë të të ta e godit që tonë, kraun e gjallë, në këtë pjesë, e godit. Tak, e godit njerë, ki namaz. Tanë ke godit për zdit, qau për rjedhë, ki namaz. Tanë ke godit për zdrejti, ki shkon në ruku dhe kur ben se ishte e prekat muaxhirin. Dhe i kur e shef se do të që armiku ka arë, kur e shef se u zgjur musliman, hi mushrik. Thot, ndërsa ki ishte pas mush me gjak, ishte pas e pat mblu gjak. Dhe pithoj me Ensariut, pse more nuk na zgjove në fillim kur goditën? File jo, që pëton njeri me prej. Për jamere ka qelë dera, tu u falë, se ka prish namazin? O, tha ishtë në duke ledzu një sure, s'kish në qeftë të ndërprej deri të kri. Ishte thellu ke Ensariu duke ledzu, duke përjetu fjallë të Allahut. U godit ke dhe u plagos të si një ke plagët për çka këse e knaq ke surje që e ledzonte dhe donte të përfundoj. Ndërse na ilhamin të e knu kerej dhe mor mi vesh ka u bon agje jashtë. Apo? E ki sahabi, kur a fal me gjak apo gjak? A thu se ka ditë këtë mesele. Mund mësë me pas ditë, apo? Po pejgamberi Allah të akor prezent. Pse pejgamberi Allah i tha, shka bonet, shka ndodhi me ti, te Rasulullah që të shtu. Po namazin? Namaz me gjak? Nuk ndërhini pejgamberi. Për këtë arsye gjakën si pastë. E dytë, transmeton Omer ibn Khattabin kur e kanë plagos namaz. Kur ka plagos Omer, ka derë gjakas, ka derë. Ai ka derë gjak dhe se ko vetin. Dhe ka ndasht me zgju ata me falë sabah. Ja Omer, s'ponin Omer. Abdullah ibn Omeri ka thonë, ju s'muni me zgju, vetë me një metodë. Shka mi thonë? Namaz. Sahabët namazi ka qenë tronditës. Ka thonë, Omeri që ka më frut e veshi, dhe ka thonë, ja Omer, namaz. Omeri që ka thonë, ej wallah, s'ka hise me islam aj që s'ka namaz. Dhe thot, janisi Omeri mu fal, a gjaku i prej plagës rjedhte. Tash ati e dion, the e më mirë, Omeri. A babagji jo ta Omeri,